Punimet në triportin e Vlorës me sa duket janë ndalur. Prej muajit prill në zonën e portit të peshkimit nuk po punohet më. Madje aty sot nuk ka pasur as makineri të tonazhit të rënd, të cilat mund të punonin apo të qëndronin në zonë, qofte edhe të fikura, për të dhënë impaktin se projekti do të vazhdojë. Me sa duket, projekti për ndërtimin e portit të ri të Vlorës, por edhe portit të integruar të peshkimit është pezulluar dhe punimet nuk po vazhdojnë më. Situata ka mbetur si muaj më parë, pa patur as edhe një ndryshim të vetëm. Faktikisht, pati një premtim se në nisje të këtij viti, punimet për realizimin e portit të ri të Vlorës do të avanconin me ritme. Kjo pasi firma e cila po realizonte këtë projekt për gjatë vitit të shkuar ishte angazhuar me punë në realizimin e Unazës së Madhe të Tiranës. Përfundimi i punimeve të së cilës në fund të vitit që lan pas do të bënte që kjo firmë me të gjithë kapacitetin do të zbriste në Vlorë për të ndërtuar aty portin e peshkimit, por kjo gjë nuk ndodhi. Në janar, punimet nisën me ritme të zakonshme, madje siç raportohet edhe për gjatë periudhës që u punua në këtë port, punimet avanconin dhe më pas ndërpriteshin për ditë me radhë. Ndërsa muaji prill, me sa duket solli pezullimin total të projektit, por të mos u punuar më aty as tani. Në portin e ri të Vlorës është kryer vetëm mbushja e trases, se ku do të realizohet investimi. Aty është mbushur me gur dhe çakëll dhe zhavor dhe vendi, se ku do të jetë kalata e portit të ri të Vlorës, por vetëm kaq. Nuk punohet më, madje edhe kjo fazë minimale e projektit ka mbetur e tillë pa ndryshuar realitet ndër muajt e fundit. Nuk ka asnjë informacion përse projekti nuk po vazhdon më. I gjithë opinioni publik është në terr total informativ në lidhje me ndërprerjen e punimeve. Firma ka marrë punojësi dhe makinerit dhe është larguar dhe nuk dihet përse, por as fakti se kush do ta realizojë projektin e portit të ri të Vlorës. Sipas afateve të përcaktuara fillimisht, ky projekt tashmë duhet ishte drejt fundit. Aty duhet të kishte nisur zhvendosja e portit të Vlorës, por faktikisht, megjithse muajt kalojnë, afatet po përfundojnë, punimet nuk avancojnë as pak. Deri tani nuk është realizuar as 10% e punës dhe nuk dihet nëse ky projekt do të përfundojë ose jo ndonjëherë.